Në këtë moment do të flasim për shëndetin mendor dhe për hipnoterapin, për gjithë misterin që shoqëron në shoqërinë shqiptare, por mbi të gjitha për njohuri të cilat janë ndërtuar mbi fakte që vijnë nga profesionistë apo nga ana tjetër ndoshta edhe mite të servirura nga hapësira virtuale, për të kuptuar se sa efektive është, në cilat raste mund të ndihmojë për të kaluar edhe varësi. Për të kuptuar se mund të ndërtohet hipnoterapia ndoshta edhe pa miratimin e dikujt tjetër, për na treguar ndonjë teknikë hipnoterapie, por gjithashtu edhe për të treguar disa nga rastet me të cilat është hasur së fundmi, flasim me Fleura Shkomin, e cila është hipnoterapiste. Mirëmëngjes se vjen. Kënaqësi që jemi së bashku. Unë ndërtova disa nga pyetjet më të zakonshme që publiku ka, por një ndër më të rëndësishme që uroj ti jesh ndeshur dhe ti është ajo e kapërcimit të varësive përmes hipnoterapisë. Për kjo varësi po më thua. Flasim për alkoolin, flasim për duhanin, drograt. Atëherë po të flasim për duhanin, ka rates, ne themi, do të thënë flasim për studime të mirëfillta. Ka nivele më të lartë që ti mundesh ta lësh duhanin, edhe bashkë me ju, me grupin, me komplet, me Living, ne kemi bërë edhe një libër, e kemi shpërkthyer në shqip, kemi lexuar audion, pra ka qenë një nga gjërat më të bukura që unë kam bërë kur kam ardhur, dhe kjo rezulton me nivele të larta efikasiteti. Ndërkohë, për addiction të tjera, për varësitë të tjera, ti duhet të jesh në një grup pune. Pra, nuk mund të themi që ti vjen edhe je jo alkoolizuar, bëre një seancë hipnoze, edhe ti shpëtove dhe hipnoza është ai shkopi shpëtimtari, shkopi magjik. Pra, nuk është kjo. Po duhanin me një seancë mund ta lëm? Po, me duhanin po. Dhe mjafton që ti të lexosh librin, të dëgjosh edhe audion në fund. Pra është një punë që bëhet me veten. Po bëhet me veten, po ne kemi një problem në Shqipëri që ne nuk duam të punojmë me veten. Dhe ajo përballja që kam unë çdo ditë është pjesa që hipnozën e mendojnë shpëtimtarin, po të vete një herë të mbyll syt se mund të bëj diçka jo zonja, edhe kur unë të zgjohem ti mos i kem më këtë. Magjia të ndodh. Po, magjia të ndodh. Po nuk është e tillë. Nuk është e tillë. Nëse ti nuk je gati për të punuar me veten, nëse ti nuk ke përpjekjen tënde për të arritur diçka, ti nuk mundesh. Edhe profesorët e mi shumë të përpara thoshin kur të vjen klienti, apo pacienti, ti thua ke 51% e ke ti dhe 49% e kemi ne. Pra, përsëri peshorja vazhdon dhe ngelet tek ty. Rastet më të shpeshta për të cilat të drejtohen për hipnoterapi, unë nisa nga varësitë, nisur nga masa apo trendi europian, po se çfarë ndodh në Shqipëri na thua më mirë ti. Atëherë në trendin europian që është edhe me bukura është për rritje, hipnoza përdoret shumë për këtë pjesë, për shembull për të rritur vetbesimin, për të punuar me ato besimet irracionale që ti apo të limituara që ti janë hedhur që fëmijë, pra ti janë ngulitur, ti janë mbjell do thosha që fëmijë, dhe mund të punosh shumë mirë me këto besime. Për shembull njëra që unë pëlqej shumë është pjesa e punës me konceptin e lekëve. Pra, koncepti, po, sepse ne kemi atë idenë që po, duam të bëjmë të pasur, po pse s'bëhemi të pasur. Nuk është kjo pjesa, se kjo vetëm e jashtme, është pjesa e brendshme. Dhe unë për shembull këtu kam pasur sukses, realisht kam pasur një sukses me një grupin tim të ngushtë, që e kisha trajnuar më përpara. Pra nuk i mora këta njerëzit, hajdeni ju, se do bëjmë një gjë kështu tani dhe të gjithë do jemi happy. Por kishim punuar më përpara, ishim përgati dhe ta njerëz punuan me hipnozë dhe coaching për të pastruar veten e tyre dhe ma kërkuan vetë. Flasim për besimet kufizuara. Po, nga kufizuara. Për shembull, ti shikon që në gjenerata të ndryshme, që mendon se lekët nuk janë të mira, njerëzit që kanë lekë janë të këqij të tjerët, lekët nuk mund t'i kesh asnjëherë, nuk e kemi ne në fis për këtë gjën, ose kur je i vogël për shembull ti duhet të mësosh shumë se do ngelesh pa bukë, dhe në momentin që ti rritesh mëson shumë. Dhe një nga këta njerëzit është këtu që ka gjithë jetën që vazhdon mëson, vazhdon rritje, por ti mendon që nuk e për të bërë kur asnjëherë me lekë, se ti ka që ke limitin. Pra, po flas në këtë fushë që kam konkrete, pastaj ti kalon edhe në fushat të tjera, të përmbushjes së vetes tënde, për të qenë i lumtur, për të rritur këtë potencial që ke, sepse ne qeniet njerëzore e lodhim, ne të gjithë, duke përfshirë dhe mua, e lodhim, e ngarkojmë dhe
në momentin që ti ngarkohesh, energjia, ose kur flasim për energji, flas për energji fizike, jo atë energjin spirituale. Pra edhe energjia fizike të bie, edhe gjuha e trupit, pra ti ulesh, e shikon vetëm të që mblidhesh, kurresh. Pra kjo është ajo pjesa që ti ta rritesh dhe ta shfaqesh potencialin. Përmes hipnozës, a mund të fshim nga memoria jonë emocionet të cilat ndoshta ndër vite na kanë rënduar. Humbja një personi të dashur, ndarja me një person që ndoshta mund ta kemi patur partner në jetën tonë. Përmes hipnozës mendojnë që mund të rikuperohemi? Atëherë, dua t'i ndaj këto të dyja. Okej. Sepse është shumë e rëndësishme që keq përdoret, hipnoza keq përdoret. Nga njerëz të cilët nuk janë të specializuar. Dhe që unë të jem hipnoterapiste, unë fillimisht kam një background shumë të thellë në psikologji dhe psikologji klinike. Dhe po flasim për dy lloj ndarjesh, ndarja dhe grieving, pra dhimbja që të ke humbur fizikisht një individ, aty duhet bërë punë tjetër, pra jo direkt në hipnoz, sepse ti nuk e di çfarë mund të shkaktosh një personi. Pra ky person ka nevojë që ta nxjerrë një herë këtë dhimbjen jashtë. Dhe pastaj po flasim dhe për njerëz të tjerë të cilët janë ndarë nga i dashuri apo e dashura, se bëhet shpesh kjo pyetje. Po, nga partneri. Nga partneri. A më bën ti që unë ta harroj atë individin? Po. Ja, ne tani të hym edhe ta zhdukim atë individin nga kujtesa. Përsëri unë nuk jam për këtë proces. Jam për procesin që ti ta kuptosh. Është e mundur. Është e mundur. Por që ju nuk jeni dakord për këtë proces. Përse doje të më nxirre. Tani do të them që është e mundur të bëj dhe shumë gjëra me hipnozën, dhe prandaj njerëzit duhet të kenë edhe pjesën e kujdesit në këtë. Pikërisht, pra sepse duhet kemi informacionin për t'u treguar të kujdesshëm deri ku arrin fuqia e hipnozës. Fuqia e hipnozës është shumë e thellë dhe mos të mendojmë që hipnoza është vetëm me syt mbyllur. Të gjithë mendojnë se nuk e kam atë varë sensor, të gjithë mendojnë që ne do tundim atë orën dhe ti do mbyllësh syt. Pra ti mund të na hipnotizosh edhe ne të dyve, pa qenë ne të vetësh. Ti do t'i mbash prapë syt hapur, ti do flasësh dhe komunikon, dhe ne të dyja komunikojmë në një nivel tjetër të valve të trurit. Nuk ka asnjë gjë magjike këtu, ju lutem. Nuk ka asnjë gjë, është e gjitha shkencore. Unë me zërin tim filloj e ul, përdor fjalë të caktuara, që është edhe NLP, Neuro-Linguistic Programming, se nuk kam fjalë tani që ta them në shqip. Pra, unë duke përdorur këto teknika, duke parë në sy se ku do të shikoj, duke me gestikulacionin, që quhet edhe hipnoza në bisedë, atëherë unë punoj me ty dhe arri atë që unë dëshiroj. Dhe kjo është me frikshmja, që sot po përdoret në mas, sepse mua më marrin në telefon njerëz të cilët thonë, unë dua që të më bësh ti hipnozë, unë bëj vetë hipnozë, po si e bën ti hipnozën vetë? Po unë e di, e bëj të tjerët, apo mua duhet ma bëj një profesionist, se do siguri nga një profesionist, se do me mësus, unë nuk i hy kësaj pjese. Mund të abuzohet me hipnozën? Pa tjetër, si me gjdo. Të lutem, Fleur, se është pjesa që a mund të abuzohet me hipnozën, me të gjitha gjërat abuzohet. Abuzohet me median, abuzohet me doktorin, mund të abuzohet edhe me psikoterapin, mund të abuzohet me, do me thënë, në mënyrën kur ti elektron të studentët, ti abuzon. Një edukatore prapë mund të abuzoj vetëm me fjalë. Dhe hipnoza, procesin e vete ka me fjalë. Pastaj mos të shikojmë ato pjesët që dalin në video që ti jep dorën edhe njerëzit bien në tokë. Dhe kjo ndodh. Dhe për shembull ka një seancë të tillë që kur unë jap dorën, ti dhe truri jot bëhet gap ti që të më jap. Pra, truri komandohet që të jap dorën. Atëherë unë çfarë bëj me dorën e djathtë? Unë nuk ta jap. Por thjesht me dorën e maj të kap të ul ty dhe të ul kokën. Pra, truri në atë moment pëson një çoroditje dhe nuk e di se çfarë do të bëj dhe bie në gjendje hipnotike. Gjendje gjumi mund ta them për atë moment. Kjo është mënyra që ti shikon nëpër media, nëpër rrjetet sociale, ose që ke hipnozën për shembull në sken, që ata njerëzit bien të gjithë, ai bën vetëm gishtat kështu dhe njerëzit po. Edhe kjo ndodh, po nuk ndodh ai procesi aty. Është më i thellë. Pra marrin një grup shumë të madh njerëzish, i testojmë se kush është ai personi i cili më sensitiv dhe mund të hyjë më thjesht në hipnozë,
i eliminojmë. Në rresht për një. Jo, i mbajmë këta që ngelen, i fusim në gjendje hipnotike dhe i themi thjesht hapni syt. Por ne japim një komandë dhe i themi në ora 5 kur të hymë aty brenda, kur unë të bëj, domethënë të klik gishtat në këtë mënyrë. Të kërcas gishtat. Të kërcas gishtat, se s'po gjeja dot. Atëherë ju të gjithë do bini në gjendjen gjumi. Direktivat e qarta, domethënë. Po ti direktivat ja ke dhënë më përpara. Nuk ja jep aty. Pra nuk ndodh magjia aty, kështu dhe bëra gishtat, në qoftë se ti ke ardhur tek mua, ke punuar, dhe unë të kam dhënë këtë indikacion, indication që shuan, indikacion dhe të them që Alma, sa herë që ti të më shikosh mua dhe të më dëgjosh që unë t'i bëj gishtat ti kërcas në këtë mënyrë, Alma mund të mbylli syt. Pra, këto janë teknikat të cilat janë shumë të thjeshta, po ka një proces pune, nuk mund të dalë hipnoza nga papritur. A mendon, ti e di se nga eksperienca, që ju këtu nuk po japim opinione, po flasim me fakte, a mund të mos zgjohet dikush nga hipnoza? Jo, asnjëherë, vjen për të qesh se kjo ka qenë pyetja ime e parë. Eksaktësisht, se luhet edhe nga vendi tani, luhet i dhe Alma. Kjo është tipike që Alma tani është në një... E këputa, e pas e këputa. Lëvisa, unë lëvisit e Alma. Unë që kam pak për rezistent. Gjishka që e ura thot. Alma e kemi në hipnoz, pro. Ja, efekti pasyrë. Më njësën, Efekti pasyrë. Janë teknika. Kjo ka qenë në pyetja ime e parë që kam bërë profesorit. Edhe merret e veshi, që ishte prap teknika e hipnozës, po unë e kuptova më vonë, dhe më tha, nuk ka ndodhur kur në historinë e njerëzimit, nuk e di nëse mund ta bësh ti këtë tani. Më thënë, në kuptimin, ai nuk ma tha drejt për drejt që moj kjo s'ndodhe, po përdori teknikat e veta. Dhe ata ishin brillant në mënyrën se si të vinin te veshi dhe të flisnin. Për shembull, deri në 7 vjeç fëmijët janë në atë gjendjen alfa të trurit, prandaj ne themi që çfarë do lloj gjëje që hedhit e fëmijët, duhet pasur shumë kujdes. Pra ti je si ai coach, si ai drejtuesi te fëmijët. Nëse ti thua akoma se përgati, si e veshur, ti si s'do bësh i zoti kur për asnjë gjë. Çfarë ndodhëm? E injektuam, e mbollëm këtë mendim. Kur të rritet, unë si jam i zoti për asnjë gjë, unë sa herë që do dështoj, pastaj ti i thua ato besimet e tjera iracionale me radhë dhe fëmija trëmbet, ngelet aty dhe vazhdon. Pra, mund të praktikohet hipnoza dhe pa miratimin e dikujt tjetër. Kjo në anaçon në një teknik manipulimi? Po. Dhe ata që e keq menaxhojnë apo e bëjnë në mënyrë profesionale këtë gjë, kanë këtë qëllim zakonisht? Po, përse ndryshe duhet ta bëjnë hipnozën? Po mirë, më falni, politikanët, ke njerëz që pretendojnë se kanë ardhur nga një planet tjetër, ku diun këto historitë e çuditshme që mund të ndodhin në gjithë botën, nuk ndodhin këtu në Shqipëri. Se në Shqipëri prap njerëzit janë skeptikë dhe më pëlqen kjo pjesa, kanë një lloj dyshimi akoma. Nuk besojnë gjithçka. E kemi nga komunizmi atë që na dyshojmë, po ka dhe pjesën e vet. Të mirën. Po, të mirën. Dhe po, këta njerëz e përdorin shumë. E në fjalimet, për shembull, të gjithë liderat në përbot kanë hipnozën brenda. Brenda, absolutisht që po. Dhe ti e shikon se si mund të mahnitesh. Edhe mahnitesh, edhe ti shikon dhe thua, wow, ku ka qenë ky individi, nuk e di shumë vite përpara kam parë një nga ta drejtuesit tanë dhe i kam thënë uroj shumë që ti je shumë i vërtet, se unë sa kisha ardhur në ato dilemat e mia dhe më mend që i kam thënë vllajt, vërtet është kaq i vërtet ky individi se po shikoja, po kishte një magji kur fliste. Të mësuar apo të mësuar. Të shëllim? Pra, kemi njerëz që e kanë elokuencën të lindur, pra ju që jeni këtu normalisht që nuk keni kot, se mund të ketë njerëz të tjerë që mund të dinë më shumë nga ne të tre, dhe është e sigurt që dinë, por varet mënyra se si e përcjellin, ka një magji dhe në komunikim. Pastaj, kur ti e ke këtë aftësi, edhin dhe hipnozën. Elaboron. Po, vëmë që fshin vitartë edhe jemi në rregull. Flera, çfarë më ka bërë përshtypje, sepse kam lexuar shumë në internet, dhe interneti nuk është burim më i besueshëm i mundshëm, përkundrazi, që njerëz në efekt në hipnozës mund të flasin ato gjuhë të tjera që përpara hipnozës nuk i dinin më parë. Ndodh, është e vërtet? Unë si fakt
më klikokve diçka. Pra, gjuhë të tjera i flasin pasi kanë dalë nga një gjendje komatoze dhe që akoma nuk ka një lloj shpjegimi për këtë pjesë. Ndërkohë, për atë që ti më thua, mund të jetë vetëm quantum hypnosis, që e ka zhvilluar si teknik vetëm Dolores Cannon, që ka ndruar jetë para disa vitesh, dhe ajo i fuste në një hipnoz shumë të thellë dhe hidhte idenë që njerëzit, pastaj kur hynë në këtë hipnozën kuantike, nuk kemi më as kohë as hapësirë dhe takohet me figura të ndryshme të historisë së njerëzimit dhe merr informacion që aty dhe ta jep ty si informacion. Por ne në hipnozën formale në shkollë nuk e kemi, pra nuk na formonin në këtë teknikë. Kjo është teknikë pastaj që ti e zgjedh vetë, pra procesi është i njëjtë, framework. Pastaj se ku do ta përdorë dhe si do ta përdorë. Specializimi le ta quajmë kështu. Ti merr përsipër. Pra kjo quhet hipnoza kuantike, thamë, por që ju në shkollë nuk e mësoni, nuk e praktikoni, praktikisht nuk japni përgjigje pyetjes si. Dhe me këtë lloj hipnoze, pra që ajo përdorte, e kanë përdorur dhe disa njerëz të tjerë, por që prap nuk ka një lloj baze shkencore, sepse ne vazhdonim ngeleshim te pjesa shkencore. Unë kam një pyetje për ditët e mëparshme, një tematikë që kemi sjellë shumë herë në këtë studio, për ata që janë kureshtar, por dhe mendje hapur për të mësuar më tepër, a është hipnoza një teknikë për të shkuar në këto kujtime? Po. Hipnoza është një nga teknikat kryesore për të kaluar në këto kujtime, se mund të shkosh me teknika të tjera, por kryesorja. Ideja është për çfarë do vemi e para, kush është qëllimi, dhe e dyta sa besojmë ne në këtë pjesë, sepse kjo nuk është e vërtetuar shkencërisht. Mund të jetë një memorie falso, mund të jetë një kujtesë gjenetike, mund të jetë totalisht një krijim i mendjes tënde. Dhe në momentin që mendja jote e krijon, normalisht që ti nuk ke asnjë gjë të vërtet dhe më pas kjo do ndikojë në jetën tënde të përditshme. Dhe mua më shqetëson më shumë ky fakt se sa faktet e tjera. Dhe shumica, në 90% të rasteve që marrin telefon, duan hipnozën për kuriozitet edhe ta di se çka kam qenë në jetët e shkuara. Ka dalë shumë në trend kjo pjesë. Mirë, Flora, faleminderit shumë. Do i zaur patjetër që do e zauroj, sepse po më shkruan një ndjekëse dhe po më thonë. A ka mundësi që një person i cili hipnotizohet të jetë për herë në hipnozë? Në efektin e hipnozës, të mos dalë asnjëherë nga ajo gjendje. Është ajo pyetja që më bëre ti pak më përpara, që a mund të ngelesh gjithë jetën në gjithkohën në hipnozë? Jo, nuk mundesh. Sepse kjo është një grua që do të interesohet për burrin, do ta mbajë të jetën në kontroll. Prandaj, dhe e ka me shumë merak, prandaj dua kohën televizive. Më bëre si një herë isha në live, dhe unë po shpjegoja narcisin edhe elementet dhe thot njëra ua si burri im, unë e lash, filloi tjetra ua dhe unë burri im dhe burri thash më falni, mos u shqetëso Flora thatë se nuk i lëm të gjitha burrat. Pra e dashur, se po daj përgjigje live është e pamundur, po nuk ndodh, plus për qëllime të këqija nuk e bëjmë hipnozën për kundra. Mirë, dakor. Flora, faleminderit. Për ta mbyllur me pak humor të shaka. Po, patjetër. Ndërkohë, ne dhe publiku do të shihemi vetëm pas pak.